Do të flasim për gazetari në këtë pjesë të dytë më të në informacion, do të ndalemi te kritikat e kryeministrit Rama në drejtim të televizionit publik shqiptar, ndërkohë që shkoi edhe më tej duke kërcënuar me mbylljen e tij. Por nuk kanë munguar reagimet e gazetarëve dhe shoqatave të tyre, gjithashtu dhe përplasja në distancë me kryeministrin Rama. Për më shumë, do të zhvillojmë një bisedë me të ftuarit që i kemi përmes internetit. Na bashkohet drejtuese e qendrës Skidev Bleriana Bino. Përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Na bashkohet Aleksandër Qipa, drejtuesi i Unionit Gazetarëve. Faleminderit zoti Qipa, edhe ju. Dhe bashkë me ne është pedagogu i gazetarisë Ervin Goci. Faleminderit që jeni me ne. Profesor Qipa, dua ta nis me ju. Përtej faktit që mbyllja e një televizioni është një goditje për lirinë e medias në tërësi, a mendoni se qëndrojnë kritikat e Ramës për dështimin e RTS-s në misionin e saj? Po, mendoj paraprakisht duhet bëj një specifikim. Është një version i thënë në pozitën individuale dhe i pretenduar jo si një propozim zyrtar për opsionin e mbylljes së radio-televizionit publik shqiptar nga kryeministri. Dhe për të mos qenë oportun me këtë gjë, ne edhe si opsion e kundërshtojmë dhe natyrisht që kemi argumentet tona. Ndërsa për sa i përket analizës për aspektet cilësore të munguara të strukturës programative të radio-televizionit publik dhe të misionit publik që ka kryer apo kryen deri tani, natyrisht që ka hapësira të mëdha për kritika, për qëndrime dhe për shumë recenca që kanë të bëjnë me brendin reale funksionuese të medias së pretenduar publike, sepse fatkeqësisht nuk është publike në brendin dhe në misionin e saj. Pse nuk është publike, zoti Qipa? Për disa arsye, që të jesh publike duhet të kesh në mënyrë të veçantë të mishërimin e mëvetësisë funksionuese, qoftë për ndjekjen e politikave editoriale, qoftë për politikat editoruese që kanë të bëjnë me gjithë spektrin e redaksional që ka media publike dhe në mënyrë të veçantë për të ruajtur atë që quhet balanca midis kaheve politike dhe të mos influencosh, të kesh ndikim mbi institucionalizmin e vendit, për rritjen e transparencës, kontrollin publik, le të themi mënyrën se si funksionon dhe shumë aspekte tjera. Unioni i Gazetarëve Shqiptar prej vitesh, në 18 vitet e ekzistencës së vet, ka qenë kundër praktikave dhe formulave që ndiqen për ndërtimin e strukturës së Këshillit Drejtues të Radio-Televizionit Publik Shqiptar, për emërimet, sidomos të drejtorit të përgjithshëm të Radio-Televizionit Publik Shqiptar, dhe në mënyrë të veçantë për strukturën e trashëguar qysh nga monizmi se si funksionon establishmenti kryesor i medias publike dhe derivatet e saj rajonale, siç janë 4 media të tilla rajonale, siç është Radio-Televizioni Gjirokastës, i Korçës, i Kukësit dhe i Shkodrës. Këto kanë qenë arsyet pse në një lloj strukture të përmbledhur media publike në Shqipëri nuk ka qenë dhe nuk është publike. Ju kuptoj. Bleriana, prej ditësh keni patur një debat në distancë me kryeministrin dhe qasjen e tij ndaj gazetarëve. Në një reagim që ju keni bërë theksoni se detyra e transmetuesit publik është të shërbejë interesit të publikut dhe të funksionojë në mënyrë të pavarur nga presionet politike. A e ka përmbushur këtë detyrim RTS në opinionin tuaj gjatë gjithë këtyre viteve, ose të paktën nëse i referohemi që nga koha e ndryshimit të sistemeve 90-ta e këtej? Nuk e dëgjoj, vetëm një moment Bleriana, se unë nuk ju dëgjoj, që ta kem të qartë zërin tuaj në studio. Faleminderit edhe një herë, nuk e di nëse dëgjojmë tani. Po, jeni në rregull. Atëherë, sa i takon edhe replikave në distancë me kryeministrin, ne si organizat, po edhe njëkohësisht si bashkëpunëtor të rrjetit për gazetarë të sigurt, reaguam menjëherë edhe pas një reflektimi, po themi, rreth deklaratave të bëra, të cilat nga ana jonë u lexuan qartësi si intimidim ose po themi kërcënim për mbylljen apo privatizimin e Radio-Televizionit Shqiptar Publik në vend, të cilat u bën në cilësinë e kryeministrit, por edhe njëkohësisht të kryetarit të Partisë Socialiste dhe të mazhorancës qeverisëse në vend në një forum qartazi politik.
Pa diskutim që ka shumë sfida strukturore të cilat janë vënë pa nga raportet pavarura, nga organizata, nga Unioni, nga gazetarë, nga vetë gazetarë të RTS-s, por edhe nga deputetë të caktuar për mënyrën se si ka funksionuar qeverisja dhe menaxhimi i radio televizionit shqiptar, dhe natyrisht që është kërkuar prej shumë kohësh një reformim i plotë i tij për të shndruar nga një transmetues në një media të vërtet të shërbimit publik. Mirë, po këto deklarata që erdhën në këtë setup politik dhe që ushqejnë një narrativ që tashmë prej kohësh ushqehet në publik që radio televizioni shqiptar duhet të mbyllet, ka pasur dhe aktorë të tjerë politik që e kanë bërë këtë. Kjo është shqetësuese në rast të parë sepse është një formë intimidimi dhe kërcënimi për gazetarët, për punonësit e medias, për ata që punojnë në RTS dhe ne duhet të jemi për ata në rast të parë të shqetësuar dhe së dyti për qytetarët dhe për cilësinë e informacionit që ata marrin. Edhe nëse RTS-ja, dhe unë bie dakord edhe me analizën shkurt që bëri Sandri, nuk e ka përmbushur plotësisht misionin e saj si media publike, dhe hajde t'i analizojmë arsyet se pse nuk e ka bërë këtë. Kjo nuk do të thotë që zgjidhja e këtyre problemeve strukturore ose këtyre sfida dhe këtyre, po themi, lëshimeve që ka pasur RTS-ja është mbyllja totale saj si media dhe ose privatizimi, sepse këto ishin dy nga skenarët që u paraqitën. Në deklaratën e Rjetit, thelbi është tek parimi dhe tek standardet dhe se si duhet të funksionojë jo vetëm një media e shërbimit publik, po dhe se si aktorët politik dhe qeveria duhet i përqasen asaj. Nëse duhet të ketë një diskutim për reformimin e RTS-s, nuk duhet vi në formën e një kërcënimi ose intimidimi nga forcat politike, por duhet të vi duke ndjekur procedurat shumë të qarta të vetë televizionit, duke filluar që nga drejtori i përgjithshëm tek bordi televizionit, duke marrë parasysh vlerësime dhe auditimet që janë bërë nga kontrolli i lartë i shtetit, auditimi që po i bëhet nga Unioni Europian i transmetuesve publik, duke përfshirë pa diskutime dhe parlamentin, organizata, shoqatat, akademinë e kështu me radhë. Pra ka një rregull shumë të qartë dhe procedura shumë të qarta, të cilat nëse do të kishin funksionuar, atëherë do të kishin të bënin me një diskutim për reformimin e RTS-s. Në këtë moment është në nivelin e narrativës, në nivelin e retorikës politike dhe në nivelin e një intimidimi, po themi ose kërcënimi, që prek drejt për drejt institucionin, punojësit, po njëkohësisht rrit edhe, po themi, edhe më tej, ose ka riskun që të rrisi mosbesimin e qytetarëve tek televizioni ose ashpërsinë dhe qasjen e tyre jo besuese dhe jo dashamirëse ndaj RTS-s dhe ndaj gazetarëve individual. Në shumë tryeza trumbullakta që janë bërë, sidomos në vitin e kaluar, kemi pasur gazetarët dhe punonjës të radio televizionit shqiptar, të cilët janë shprehur shumë të shqetësuar për faktin se kjo narrativ publike që RTS nuk e sheh njëri, që RTS duhet mbyllur, që nuk meriton të financohet, indikon drejt për drejt në profesionin e tyre, indikon drejt për drejt në mënyrën se si bëjnë gazetari, por edhe në, po themi, sigurinë e tyre profesionale dhe në mirëqenien e tyre mendore dhe psikosociale. Kështu që këto që duken si deklarata politike, retorike, kanë impakt drejt për drejt pastaj tek gazetarët dhe tek qytetarët dhe tek mënyra se si ata informohen. Ne jemi të mendimit që pavarësisht se ka probleme, duhet që të ketë një konsultime dhe një diskutim, një debat gjithëpërfshirës, të bazuar në evidenca për të vendosur për reformimin dhe transformimin e RTS-s dhe jo për zgjidhje radikale që do të dëmtonin në tërësi sistemin mediatik edhe të drejtën e qytetarëve për të informuar. Zoti Qipa, mendoni që mund të bëj një më fal. Po, ju lutem. Mund të bëj një ndërhyrje. Kam nevojë për një saktësim sepse ajo që pohon Bleriana, unë nuk e kam hasur dhe dua ta saksojm pak. Nëse kryeministri e ka përdorur termin e privatizimit, se këtë gjë nuk më rezulton ta kem hasur, qoftë edhe në mënyrën e shkruar, zbardhjen e tekstit të kryeministrit, qoftë edhe në mënyrë verbale. Unë këtë gjë nuk e kam hasur. Dhe kam nevojë ta saksoj. Sepse nëse është e vërtet se prej kryeministrit është përmendur termi privatizim, ky është një skandal mbi skandalet. Por unë kërkoj ndjes dhe dua që mundësisht ta saksojmë këtë gjë. Të paktën në dijenin time është perifrazuar diçka. Unë këtë nuk e kam hasur në tekstin, të paktën në atë çka ka artikuluar, edhe në mbledhjen me grupin parlamentar të partisë së vet, zoti
Rama, por edhe në tekstet e zbardhura nuk e kam hasur. Kam hasur atë pjesën tjetër të mbylljes, nuk e di opsione, por të privatizimit, ky nëse është, dhe kërkoj mirëkuptimin, dua që kjo gjë mundësisht ta saksojmë, se unë nuk e kam hasur personalisht, se kjo nëse është disa opsione, më falë që ndërprej zotit Qipa, janë dhënë disa opsione, të paktën më aq sa jam unë e informuar. Është hedhur ideja për privatizim, për dhënien me koncesion, ose edhe për mbyllje të tij. E para një praktik të tillë nuk e kam ndjekur, po, nëse ka thjesht saksim mund ta dëgjoj, Bleriano. Po, patjetër. Kryeministri përmendi disa skenar deri në fund tha mbylljen. Pra, elementi i mbylljes dhe mos pra të shëja nuk e meriton të financohet, të mbështetet dhe tek mbyllja. Dhe pastaj termin privatizim unë nuk e kam hasur. Narrativa që është krijuar të paktën në 2 vitet e fundit që ne jemi duke monitoruar rreth, po themi se çfarë do të ndodh me RTS-n, narrativa politike jo vetëm nga Partia Socialiste, por dhe nga aktorë të tjerë, dhe që janë ushqyer edhe më shumë pas deklaratës së fundit, janë për partneritet, që nuk është e qartë se çfarë është, për privatizim ose për mbyllje. Atëre, për privatizim nuk duhet të prononcojmë se nuk e kam të konfirmuar dhe jam shumë i kujdesshëm në këtë gjë. Një ndër arsyet pse edhe shpesh në reagimet tona stepemi është që pa e saksuar qoftë përdorimin e termit dhe adresimin individualisht të këtij termi tek një person i cili ka një atribut publik si askush tjetër që është kryeministri i vendit dhe aq më tepër dhe kryesuesi i shumicës politike qeverisë në vend, kjo është një përgjegjësi e madhe. Por, në mënyrë kategorike, 2 opsionet që po thuhen në bashkëdiskutimin që ndajmë. Për privatizimin, apo dhënien me koncesion të medias publike, kjo është kategorikisht e refuzueshme prej Unionit të Gazetarëve Shqiptar. Dhe madje do të përdorojmë gjithë vokacionin, gjithë zërin ton publik, që një praktike tillë të përjashtohet nga realiteti i sjelljes dhe i administrimit të medias publike, përderisa nuk ka ndodhur në asnjë nga 27 vendet e Bashkimit Evropian dhe nuk ka ndodhur në asnjë nga vendet e rajonit Ballkanit Perëndimor. Edhe një gjë tjetër. Ka 2 momente të cilat duhet t'i themi dhe sidomos të gjithë spektri e organizatave që merren me mbrojtjen e lirisë së medias dhe me gazetarinë në Shqipëri, 2 gjëra nuk mund të na mundsojnë oportunitetin. Media publike është pronë publike dhe nuk ka askush nga pushtetet e tjera të përdor cilësinë e administratorit saj për ta përdorur në versionin e privatizimit apo koncesionit apo PPP-s apo diçka tjetër. Nuk mund të ndodhë një gjë e tillë. Media publike në Shqipëri ka asete të mëdha publike. Veç fakti që aty janë të punësuar mbi 900 punonjës mediatik në të gjitha kategoritë dhe në gjithë strukturën dhe strukturat redaksionale të punësimit në një establishment mediatik. Në këndvështrimin ton, ky është establishmenti i vetëm në masivitetin dhe në kapitalet e tilla që ka media publike. E dyta që është po kaq e rëndësishme në optikën e Unionit të Gazetarëve Shqiptar. Aty është kolektivi më i madh, profesional, i investuar në harkun kohor të më shumë se 5 dekada. Që do të thotë kontributi intelektual, profesional, autorial dhe individual i mishëruar në historinë mediatike të kësaj medie, pavarësisht nga rezervat dhe kritikat që ndajnë për optikat e funksionimit, për atë që quhet kontenti në disa kohë, në disa regjime dhe në disa profile të shoqërisë politike të vendit, është një aset memorialistik dhe mediatik që mbetet në një këndvështrim edhe pasuri e memorialistikës së gazetarisë audiovizive në vend. Jam dakord zoti Qipa. Dhe treta, jo, më fal, se këto janë çështje principiale që e bëjnë të pamundur aktin e privatizimit apo të dhënies në koncesion. Ka disa konventa europiane. Në Shqipërinë e postkomunizmit janë nënshkruar 10 kontrata dhe përfshirjen konventat europiane që detyrojnë shtetin shqiptar të respektoj dimensionin e lirisë së medias dhe në mënyrë të veçantë atributet e medias publike. Atributet e medias publike nuk mund t'i bëj media privat dhe nuk mund t'i prezumoj ajo media privat. Dhe për këtë arsye ne duhet këmbgulim strukturalisht që media publike
të mos bëhet shtetërore dhe mos të konvertohet në partijake dhe politike, po të mbetet vetëm media publike. Dhe gjërat janë të thjeshta. E para, ne jemi kundër formulës së zgjedhjes së Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Publik. Nuk ka arsye pse Kuvendi i Shqipërisë, kur u bën thirrje organizatave për të propozuar kandidat për antar të Këshillit Drejtues, të drejtohet 167 organizatave, përfshi dhe organizata lokale që nuk kanë as kapacitete profesionale për gjykim, as kualifikim të mjaftueshëm, as njohje të mjaftueshme për funksionimin dhe strukturën e medias publike, dhe në mënyrë të veçantë nuk kanë edhe kapacitetin e analizës mbi të cilën bëhet përmirësimi i Këshillit Drejtues. Por duhet të përfshihen vetëm entitete profesionale, ku përfshihet dhe editori në një lloj kuptimi, të mos përfshihen ato entitete që kanë konflikt interesi me median publike. Dhe cilat janë ajo? Ne dim shumë mirë që në historinë e 35 viteve të fundit, me asetet dhe me infrastrukturën e medias publike, kanë abuzuar edhe mediat private, spektri i mediave audiovizive private. Dhe nga ana tjetër, ka një histori të përdorimit të arkivës dhe fondit arkivor të medias publike nga operatorët privat në historinë e tranzicionit shqiptar. Dhe madje edhe përvetësim. Dhe e treta janë disa konflikte të cilat nuk mund të ezaurohen. Konfliktet e së drejtës autoriale dhe pronësore që mishërohen vetëm në arkivin dhe në asetin arkivor që zotëron media publike në Shqipëri. Prandaj ju lutem shumë, në këtë këndvështrim, unë e bëj këtë qasje, këtë narrativ që është në fakt substanciale, që të mos lejojmë diversion në komunitetin tonë. Ne duhet ta mbrojmë ekzistencën e medias publike në Shqipëri, sepse për arsye të funksionit të saj nuk jemi njëjtë si disa vende të tjera të Bashkimit Evropian, por kemi specifikat të cilat besoj nuk ka nevojë t'i themi më tej. Po si e shpjegoni që nuk ka një reagim me qëse e përmendet edhe Këshillin drejtues apo drejtuesit kryesor të RTS-s për deklaratat e kryeministrit? E njëjta edhe për ju Bleriana kjo pyetje. Pse nuk kanë reaguar? A nuk ju në thojnë za dhëmb dhe atyre po njësoj si në gazetarëve televizioni publik? Atëherë, në dijenin time, Këshilli drejtues i Radio Televizionit Shqiptar ka thirrur një mbledhje dhe është duke përgatitur një, po themi, ndoshta reagim, gjithsesi në tryezën konsultuese që vetë Këshilli drejtues i Radio Televizionit Shqiptar dhe drejtoresha e përgjithshme thirrri në korrik të vitit të kaluar, u parashtrua një plan për reformimin e Radio Televizionit Shqiptar, duke u fokusuar tek mirëqeverisja, tek përmirësimi i infrastrukturës digjitale, tek lidhja më të mira me audiencën, tek pavarësia editoriale dhe disa hapa të tjerë që u parashtruan si të nevojshëm për përmirësimin e pozicionit të RTS-s dhe rritjen e, po themi, e besimit edhe të publikut. Por gjatë vitit të kaluar kemi pasur shumë të qartë nga menaxhmenti i ri i RTS-s që institucioni ndodhet në vështirësi shumë të mëdha financiare, madje është kërkuar edhe një ndihmë nga Ministria e Financave për shkak të situatës, po themi, argumentohet të vështirë në cilën u gjet televizioni, por edhe për shkak të detyrimeve që ka për të paguar për shkak të urdhrave të gjykatës për një numër të lartë të pushimeve nga punat pa drejta, për të cilat është ngritur zëri nga organizatat, por edhe nga përfaqësues caktuar të parlamentit, edhe nga gazetari individual e kështu me radhë. Pra ka një, po themi, problem që tashmë është i konfirmuar edhe nga vetë RTS-ja për menaxhimin dhe për performancën nga pikpamja financiare dhe nga pikpamja e performancës. Një problem që është i konfirmuar edhe përmes gjetjeve të raporteve të kontrollit të lartë të shtetit. Në një tryezë tjetër të mbledhur në tetor të vitit kaluar nga OSB-ja, një pjesë e dedikuar i është dedikuar Radio Televizionit Publik Shqiptar, ku ka pasur prezencë të stafit, por edhe të drejtuesve, sërish është folur për këto sfida, por po themi edhe për planin që ka Këshilli dhe drejtuesi i re për ta reformuar atë, duke kërkuar edhe mbështetjen e IBU, sikurse e përmenda që është Unioni Evropian i Transmetuesve Publik. Pra, në RTS duket sikur pas ndryshimeve në menaxhment të vitit kaluar, që erdhën në mënyrë bipartizane, ka një momentum, po themi, të reformimit të RTS-s, ose një përpjekje për tu
për të reformuar. A ka arritur rezultat apo jo, deri ku janë këtë nuk di ta them, këtu ka nevojë për po themi transparencë proaktive nga ana e vet RTS-s për ta sqaruar këtë për publikun. Dhe pikërisht në këtë momentum janë edhe këto po themi narrativa që diskutuam, narrativa politike dhe që janë ushqyer dhe që me fjalën e kryeministrit po ushqehen gjithmonë më shumë deri në zgjidhje radikale siç është mbyllje, që është totalisht e papranueshme, argumentat i paraqiti Sandri nuk po i përsëris sërish. Ne do të prisnim ose do të kishim dashur të kishte një po themi reagim nga Këshilli Drejtues i RTS-s. Megjithatë duhet edhe të mirë kuptojmë kontekstin edhe kompleksitetin po themi të situatës edhe marrëdhëniet që ata duhet të ruajnë me parlamentin apo distancën që duhet kenë me qeverinë. Kështu që jemi në pritje po themi të vendimarrjes që do të marrin, por duhet kuptuar thash edhe një herë kompleksiteti i situatës. Por unë mendoj që krahas deklaratave që janë bërë nga organizata shqiptare apo rajonale apo nga individ caktuar figura publike, mendoj që RTS-ja ose argumenti për ta mbrojtur RTS-n si media e shërbimit publik ka nevojë për aleanca shumë të forta edhe nga aktorë të tjerë në shoqëri, pa diskutim nga aktorët politik, por edhe nga akademia, edhe nga shoqëria civile në tërësi, por edhe nga vetë qytetarët, sepse televizioni publik i po themi në thelb ofron një shërbim që është universal, që cek të gjithë qytetarët, që ofron atë që nuk e ofrojnë dot mediat private ose vetë tregu, kështu që është e nevojshme edhe kjo pjesa e ndërgjegjësimit dhe të edukimit se përse është e rëndësishme RTS-ja, pavarësisht se mund të ketë sfida dhe përse është e nevojshme kjo aleanca e madhe, po themi ndërsektoriale, për ta mbrojtur RTS-n dhe për të nxitur reformimin drejt një transmetuesi të shërbimit publik. Dhe reformimi përfshin element që nga mënyra se si zgjidhet Këshilli Drejtues që u përmendën nga përpara, për ta shmangur këtë elementin bipartizan që prap çon në një këshill politik dhe ne këto i kemi ngritur dhe me këshillin që u zgjodh vitin e kaluar, edhe deri tek mbajtja e përgjegjësisë për keq menaxhimin dhe problemet që kanë ndodhur, pra nuk mund të jetë thjesht që një drejtues vjen e menaxhon si do, pushon nga puna, jep projekte si projekte, i mbaron mandati ose jep dorëheqjen dhe largohet, nuk mban askush përgjegjësi dhe ndërkohë vazhdon cikli tjetër. Pra ky elementi i mbajtjes së përgjegjësisë për po themi keq menaxhim është shumë i rëndësishëm dhe pastaj është përcaktimi i vizionit se ku duhet të shkuar dhe në cilat drejtime duhet punohet. E qartë. Zoti Çipa, pse duhet radio televizioni shqiptar kundër të tjera edhe vetë kryeministri ka thënë që nuk e ndjek, madje Rama e ka distancuar veten edhe thotë që s'ka asnjë lidhje me RTS, nuk çoi asnjë mesazh duke thënë që nuk ndikon politikën editoriale, por kjo është edhe një tjetër element. Dhe si mund të mbahet RTS pa financime? Pra me lekët e veta, pa marrë shumë financime nga shteti. Shiko, paraprakisht kam një optik tjetër nga jo e Blerianës, për pretendimet për reformim aktualisht të radiotelevizionit nga zgjedhja drejtuese së re të menaxhmentit. Këtë e them këtë gjë. Në radiotelevizionin publik shqiptar, në vitet 2022, u krye një reformë strukturore dhe modernizimi. Dhe nuk kam parasysh këtu individin që e kishte atributin e drejtimit, por kam parasysh realizimin e vonuar të disa nga kërkesave që lidheshin në edhe me paralajmërime penalizuese për Shqipërinë nga EBU. Bet fjalë për miratimin dhe funksionimin e platformës digjitale të medias publike, e paraparë në legjislacionin shqiptar dhe si një kusht shumë i posaçëm në procesin e integrimit të Shqipërisë. Kjo gjë u realizua dhe nisën transmetimet në platformën digjitale të medias publike dhe në të njëjtën kohë u pasuruan kanalet e profilit brenda medias publike të vendit. Por befast, pas 2 vjetësh, jo vetëm që kjo platformë u mbyll dhe arsyet publike nuk u dhanë, edhe pse për realizimin e saj pati një investim me buxhet publik dhe fonde publike. Nga ana tjetër, degradoi struktura e përmirësimeve, qoftë edhe si pasurim kanalesh, por qoftë edhe si produkt kontentesh, në të gjithë këtë spektër kanalesh. Dhe nga rreth 20 e kusur kanale që parashikonte dhe që u vu në funksionim nga platforma, sot kemi diçka mbi 11 kanale të cilat funksionojnë.
por nga ana tjetër ka veprime nonsens nga vetë qeveria dhe propozimi i kryeministrit. Kuvendi i Shqipërisë po përgatit infrastrukturën me një investim rreth 500.000 eurosh për përgatitjen e një kanali për transmetimet kuvendore, që do të bëhet natyrisht, siç e tha edhe kryeministri, në bashkëpunim me radio-televizionin publik shqiptar. Një praktikë që nuk e krijojmë ne për herë të parë, por është krijuar më herë në praktikat e funksionimit të jetës parlamentare të shoqërive të Bashkimit Evropian, në bashkëpunim dhe partneritet me menaxhmentin e mediave publike. Ne nuk mund të krijojmë nga fillimi. Jo, kjo është një histori konkrete, faktesh, nuk është thjesht një narrative ime. Tani, ka dy gjëra. Kryeministri ka dy nonsense, edhe shpërdorim përgjegjësie dhe detyre, kur thot që unë nuk e shikoj dhe unë nuk kam pysh nga 91-shi. Këtë sa po do thoja që ai ka qërë në vitet 90 që nuk e shërë të shën, edhe pse ka gjithë të ndryshime ai nuk e sheh. Unë mendoj që është një abuzim fjale, nuk është është një, le themi, pjesë e subjektivizmit individual, njerëzor të tij, dhe nuk është e vërtet kjo gjë. Se për të arritur në një konkluzion dhe në një përfundim për mbylljen e një institucioni publik, mbi të gjitha duhet të kesh statistika. Dhe një drejtuesi të qeverisë nuk i falet mungesa e statistikave. Mbi ç'bazë e nxjerrim, mbi perceptime nxjerrim ne se ka degraduar mosndjekja e audiencës për median publiken shqiptare? Më thoni cila është ajo njësi, apo cili është ai subjekt që ka një kampion të matjes së audiencës në Shqipëri? Kur ne dim të gjithë që nuk ka një entitet që përgjigjet me këtë, për këtë matjen. Dhe e dyta, duhet japin llogari ata përgjegjës, administratorë të medias publike që e kanë degraduar mundësinë e marrjes së sinjalit televiziv ose radiofonik prej audiencës në të gjithë hapësirën administrative të vendit, sepse e kanë detyrim ligjor. Dhe nëse edhe sikur një orë të mbetet audienca pa frekuencën, kjo është shkelje ligjore. Dhe ne nuk mund ta trajtojmë këtë si një gjë thjesht e biznesit privat. Jo, media publike nuk është biznes privat. Dhe shëmbëllesat në asnjë pikë nuk i ka të përbashkëta me funksionimin e medias private. Dhe prandaj unë kam ngurë në këtë këndvështrim, sepse në harkun kohë që e përmenda, është bërë dhe modernizimi, kalimi nga transmetimet, po e themi, manualeske në transmetimet digjitale. Dhe ky është investim që ka kushtuar. Ama janë ngritur shumë probleme në harkun kohë të 2 muajve të fundit. Probleme që kanë të bëjnë me strukturën e financimit, me mënyrën se si të menaxhohet dhe për burimet njerëzore, të vendosen kritere tjerë për cilat padyshim që duhet një strukturë e vendimarrjeve, por nuk mund merren këto vendime nga një person. Këto ditë, meqense unë e ndjek këtë në përditshmëri, janë bërë disa shkurtime me justifikimin administrativ për ristrukturimin e medias publike. Dhe janë gati 17 punonjës që janë larguar nga funksionet e tyre dhe nga puna në pika të ndryshme të strukturave redaksionale dhe të strukturës së krejt radios televizionit publik shqiptar. Por në të njëjtën kohë ka degraduar puna dhe funksioni në mediat rajonale që janë gjithmonë në autoritetin e medias qendrore audiovizive publike shqiptare. Atëherë çfarë duhet bëjmë? Është kjo një reformë në thojza? Nëse kjo është një reformë, po përderisa shkojmë drejt mbyllje siç pretendohet verbalisht nga kryeministri, pse duhet bën disa reforma të pjesshme dhe mbi bazë të kritereve selektive për njerëzit? Jo. Kur diskutohet për strukturimin dhe reformimin e medias publike, nuk ka veprime spontane dhe të ardhura rastësisht. Duhet një programim dhe një strukturim i cili të kalojë në të gjitha proceset e shqyrtimit dhe verifikimit, qoftë në forumet vendimarrëse, qoftë tek ata që kanë atributet e konsulencës. Do vazhdojmë ta shtjellojmë edhe në vazhdim, zoti Qipa, shumë shkurt jemi gjatë afër kohës së reklamave. Bleriana, nëse ka diçka për të shtuar. Faleminderit. Në fakt, unë nuk e kuptova ku qëndronte kundërshtimi i Sandrit me atë që thash unë. Unë nuk shpreha që kjo është reforma ideale. Unë thash ky është një proces që ka filluar me këtë menaxhment të ri. Rezultatet e cilët janë nuk ka filluar, Bleriana. Bleriana nuk ka asnjë, më jep një kampion të reformës që ka filluar, që ta dim. Se unë nuk më rezulton të ketë. Dhe duhet dish që unë e ndjek për ditë dhe jam aty brenda dhe shoh edhe e ndjek me shumë vëmendje. Jo unë, por gjithë Unioni. Dhe ne çdo ditë kemi
informacion nga punonjësit që janë aty. Dhe ju e dini shumë mirë që aty ka nisur edhe një nismë për një peticion që nuk kundërshton vetëm propozimin e kryeministrit, por edhe për mbajtjen pending, siç po mbahet aktualisht media publike në Shqipëri. Mbahet pending, nuk ka reformë. Madje atje nuk ka komunikim të brendshëm sa për djeni. Po Bleriana, se Pyet shumë mirë çfarë ndodh me radio televizionet rajonale. Po ta them, unë nuk e lëshoj fjalën asnjëherë. Unë jam gazetar që kam pasur përvojën kryesore e raportimin me 3 burime. Nuk flas me përgjegjësi, këtë që po e them e kam të mirë peshuar, të shumë verifikuar dhe në ndjekje të updateuese të përorshme, po ju a them. Dhe kjo është, nuk ka aty ka një situatë pendi. Do ta vazhdojmë zoti Çipa bashkë, të lutem, për shoqërinë tonë. Po. Për t'ia dhënë fjalën Blerianës në mos gaboj sepse duhet largohet, ne do të jemi edhe në minutat në vazhdim bashkë dhe kemi mundësi për ta shtjelluar. Unë e rifleksoj edhe një herë atë që thashëm përpara dhe që kemi thënë në deklarata, që kemi thënë në çdo qendrim publik, që radio televizioni shqiptar nuk duhet të mbyllet, absolutisht nuk është një narrativ, një argument, një skenar që qëndron. Përkundrazi, radio televizioni shqiptar duhet të reformohet. Ka disa procese që po ndodhin, e rifleksoj edhe një herë që ka nevojë për proces gjithëpërfshirës, shumë të plot që transformimi të jetë i vërtet dhe rrënjësor, dhe ka nevojë RTS-ja që të mbështetet edhe të ketë alanca më të gjëra, sikurse i përmenda, sepse duke ushqyer këtë që nuk e shikon njeri, nuk e ndjek njeri, në fakt jemi duke prekur drejt për së drejti punonjësit, qofshin gazetar, kameraman apo çdo punonjës tjetër që punon në RTS. Pavarësisht performancës së tyre dhe pavarësisht performancës në tërësi të RTS-s, mendoj që në fund të ditës shqetësimi kryesor duhet të jetë për gazetarët, për punën e tyre gazetareske dhe për të drejtën e qytetarëve për t'u informuar. Unë mendoj që politika, qoftë kjo qeveria, sidomos qeveria, por edhe opozita, duhet bëjnë shumë kujdes në mënyrën se si i qasen, se si e intimidojnë radio televizionin publik shqiptar, dhe nga ana tjetër vetë radio televizion publik shqiptar duhet jetë shumë proaktiv, të ketë transparencë dhe llogaridhënie më të madhe publike, dhe gjithashtu duhet jemi edhe të vërtet me qytetarët, mos përhapim element ose narrativa që paguhet me taksat tona, financohet nga qeveria etj. Me radhë. Një model shumë të qartë të financimit të RTS-s që është përmes tarifës së shërbimit. Në këtë po themi vizion ose strategji të paktën paraqitur në publik të RTS-s vitin e kaluar, është artikuluar dhe rritja e tarifës dhe ne kemi argumentuar që nuk mund të kërkohet rritja e tarifës pa bërë këto elemente të tjerë që janë llogaridhënia për keq menaxhimin dhe për performancën, pa bërë një auditim të plotë dhe të pavarur për të parë se ku kanë qëndruar problemet dhe pa pasur një strategji shumë të qartë për publikun, sepse është media publike, se përse kjo rritje e tarifës është e domosdoshme dhe se si do t'i shërbejë ajo qytetarëve. E kuptoj. Unë mendoj që ky është një moment shumë kritik, duke shfrytzuar edhe çështjen e integrimit në Bashkimin Evropian, për t'i bashkuar forcat dhe aleancat për ta mbështetur radio televizionin publik shqiptar, dhe natyrisht që do kërkohet shumë çka edhe nga vetë ata, dhe nga vetë punonjësit, dhe nga vetë gazetarët, po edhe nga drejtuesit e televizionit. Okej, faleminderit Bleriana që ishe me ne. Do rikthehemi pas pak, zoti Çipa na bashkohet edhe pedagogu i gazetarisë Ervin Goci, shumë shkurt shkojmë në reklama. Jemi sërish në transmetim të drejt për drejt, na bashkohet edhe pedagogu i gazetarisë Ervin Goci, ndërkohë edhe drejtuesi i Unionit Gazetarëve Aleksandër Çipa. Dua ta filloj me zotin Goci. Zoti Goci, përshëndetje, faleminderit që jeni. Nga pikpamja gazetareske, besoj nuk e di sa keni patur mundësi të ndiqni diskutimin deri tanishëm, a ka RTS sot drejtuesit e duhur dhe njerëzit e duhur për të prodhuar gazetari profesionale dhe për të bërë gjithashtu konkurruese në tregun mediatik? Shpiko, unë respektoj pyetjen dhe do t'i përgjigjem pyetjes patjetër, sepse nuk mund të shik pyetjet e mia. Por duhet thoja që jo, nuk mendoj që RTS-ja është ndërtuar mbi bazë meritokratike. Unë nuk e di ata janë duhur apo nuk janë duhur, se zot merren në emër individual apo me funksione specifike, por e di që RTS-ja nuk është ndërtuar në mënyrë meritokratike. Kjo është e dukshme, ti arrin ta lexosh, por ndërkohë megjithëse nuk është ndërtuar në mënyrë meritokratike, ai është vetëm një mjedis që te mendimin tim lëngon nga potenciali që ka dhe që nuk e shpreh dot
por që nuk është e krahasueshme fare me mediat private, të cilat janë për mua fatalitete, pra janë gjëra që cilat s'ke ç'a bën me to. Janë modele komplet skaduara dhe që ata kanë nevojë për një rifreskim, cilën mendoj që RTS-ja ka shumë herë më të kollaj, ka shumë herë më të realizueshme. Dhe prandaj, si më thon, gjithmonë kur vjen puna e RTS-n, mendoj që ka një farë reagimi, jo thjesht sepse njerëzve u vjen keq, apo për historinë, apo për nostalgjinë, por sepse shikohet potenciali që është atje. Unë njoh pafund gazetarë që kanë mbaruar gazetarinë këtu, që janë dhe ish studentë të mi, sigurisht unë nuk jam, ndoshta ka kolegë të mi që kanë pas më shumë breza se sa unë, po kam pas unë një pjesë brezash që i takoj për ditë atje. Dhe gjëra që ata më thonë është që ata gjenden në situatën ku do thënë demokracia kibernetike e vendimare atje nuk ekziston fare, dhe demokracia e vendimare nuk ekziston fare, dhe me qëra fjala sot RTS-ja që flasim duhet ta gjykojmë me një institucion të kapur, por jo të kapur nga interesa okulte apo nga interesa private. Është një institucion i kapur direkt nga qeveria. Dhe komunikimi i fundit që kam pasur atje me njerëz që nuk ja them dot emrin, por që kam të eksperiencë del për drejt që janë ish studentë mit, e dini sot që tërë sinjalin për eventet kryesore, tërë logjistikën, tërë aparaturë, gjithçka e vërë të shëja në dispozicion të qeverisë? E dini apo nuk e dini këtë fakt? Po mirë, në momentin që ju pohoni këtë gjë të dëgjuar nga, po themi, studentët tuaj, që Radio Televizioni Shqiptar është në funksion të politikës, çfarë interesi ka? Jo, qeverisë të politikës, të qeverisë del për drejt të kryeministrit. Atëre, përse kryeministri deklaron dhe thot që ose do ta mbyllim duke shkuar në skenarin më të keq, ose do ta japim me koncesion, ose do privatizohet? Shiko, nuk e di çfarë do bëj kryeministri, për mua mund ta mbyllim, mund ta hedhin to godinën, ai praktikisht nuk është se ka treguar një sens për limitet, nuk shoh që ka ndonjë limit, por ai e thotë të gjën për treguar tërë pushtetin e vet edhe për ta diskredituar institucionin. Ideja është që duhet diskredituar çdo lloj institucioni. Dhe ai shet në pozitat që, do thënë, për të ruajtur pak imazhin e vet duhet shaj gjithë tjerat. Dhe në varësi datës dhe ditës, në varësi të vetit dhe në varësi të agendës, ai shan me një institucion dhe të lëndis. Në atë rast, aty po të lëndiste në mënyrë kështu të kooperuar në bashkëpunim Ministrinë e Jashtme me Televizionin Shqiptar. Lidhja nuk kuptohet mirë, po besoj që ai e di lidhjen në kokën e vet, unë nuk e di, nuk është shtifall se ku e ka lidhjen. Por është e dukshme që kryeministri për shkak se di se çka bërë me institucionet publike, është shumë i qartë se si ka katandisë, si ka shkatërruar institucionet, dhe ato që si dëgjojmë që jo të RTS nuk na duhet të kutadiun, ai e thot për ta diskredituar dhe për t'i dhënë në farë kuptimin një lloj lustre vetes vet, për të thënë që gjithë janë skandal përveç meje. Mendoj se kjo është gjëja, dhe sigurisht edhe për të treguar vendin e RTS-s, për të thënë që RTS-ja bën atë punë që bën për shkak sepse e ka unë në dorë dhe unë jam ai i cili, si më thon, jam burimi i ekzistencës së RTS-s. Nëse unë nuk dua, RTS-ja nuk ekziston. Ndërkohë që në një vend demokratik po ta dëgjosh special, unë nuk e di ç'mund të ndodhte ta zëm në Britani, në Francë, Gjermani, apo ku do diun se kryeministri ta kërcënonte një institucion pavarur në klasë në juridiksion me ekzistencën e vet. Zoti Qipa, më mirë një RTS kështu siç është, në këtë lloj funksionimi që është aktualisht, apo më mirë pa një televizion publik, ose që të funksionojë ashtu siç duhet funksionoj? Padyshim që përgjigjja ime lidhet me të dytën. Pra, dua që të kemi një media publike të funksionoj si shërbim publik. Por, ka dy praktika. Ne jemi në krizën e mos reformimit të medias publike. Dështimi ka qenë i shumë ripërsëritur në pavarësisht nga rotacioni qeverisës në Shqipërinë e 35 viteve. Por në mënyrë të veçantë në qeverisjen e gjatë të këtyre 13 viteve të socialistëve dhe të kryeministrit Rama, ky është një kampion i dështimit reformues. Por kjo nuk do të thotë se duhet të zhbëjmë institucionin dhe ekzistencën e tij për shkak të pafuqisë dhe paaftësisë për të bërë reformimin e tij. Greqia fqinje e realizoi këtë proces duke mbyllur në një afat 3 deri në 6 muaj
median publike. Dhe janë 3 kanale të njohura të medias publike në Greqi, ERT1, ERT2, ERT3. Dhe funksionojnë si të tilla. E dyta, italianët nuk kanë mbyllur asgjë nga Rai, përfshi edhe spektrin e Rait dhe platformën digjitale publike të Rai. Ndërkohë që në gjithë bashkësinë europiane nuk ka ndonjë media publike të mbyllur. Përjashto zërin e Amerikës në Washington, që u mbyll për arsye që tashmë janë e zauruara. Ne kemi nevojë, ne jemi shoqëri e vogël, ne jemi një vend i vogël. Ne kemi specifika kombëtare për pasjen dhe fuqizimin e medias publike. Por kjo duhet bërë në mënyrë të strukturuar. Nëse do të bëj propozimi dhe të merrej një mendim i kualifikuar nga entitetet të ndryshme të cilat nuk kanë asnjë konflikt interesi me median publike në Shqipëri. Dhe këtu e ritheksoj edhe një herë, nuk mund të jenë kontributor për zgjidhjen e opsionit dhe alternativës së medias publike operatorët privat. Ky është konflikt interesi. Por entitetet saktuara, të cilat janë në vetësinë e tyre të gjykimit dhe të vlerësimit, të njohjes dhe të kualifikimit, mund të mblidhen fal një organizimi që do duhet ta merrte si nismë më së paku Këshilli Drejtues aktual i radio televizionit për ta ndryshuar situatën. Nuk ka arsye pse media publike të ketë 950 punonjës. Se dhe ky është problem, është një kosto financiare. Po pra, organike fryrë sigurisht që është kosto. Po nuk është vetëm kjo, sepse që nuk ka 950, se minimalisht për gati 170 vende paguen 3 paga për të njëjtin vend, që do të thotë arbitraritetet administrative nga ekzekutivi i medias audiovizive kanë shkaktuar atë që quhet borxhin edhe fondin e pagave, që është një katastrofë më vetë. I cili ka pasur diskutime së fundit, po. Po. Dhe ka pasur paqëndrueshmëri strukturore në median publike. Njerë u ngrit një këshill i bordi artistik i radiotelevizionit, e zhbën për arsye kapriçoze. Më vonë u ngritën disa struktura. Sa herë janë ndryshuar strukturat e departamenteve të... Cili është raporti midis televizionit dhe radios, midis online-it dhe tyre? Çdo gjë është bërë në mënyrë të përkohshme dhe të paqëndrueshme, dhe kjo është e gabuar. Zoti Goci, si ndikon mungesa e një transmetuesi publik funksionar në cilësinë e debatit publik sot që flasim? Po shikosh, monitorosh pak agjendën e mediave private në Shqipëri, ato e kanë eksklusivitetin e debateve publike, normalisht RTSH duhet kishte ato peshën e vet, nuk e ka. Po shikoja unë që temash bëhet, jo që vendosi Trumpi me bordin me ku do diu me këtë gjë, pastaj shikon që ndodh në Venezuela, pastaj shikon që ndodh në ku do diu në Iran, pastaj që ndodh kjo, që ndodh ajo, dhe sikur Shqipëria në këtë mes, unë nuk e di. Dhe sigurisht një televizion privat, që është katandisë, një zjatim të një portali në rrjetet sociale, nuk e ka interesin që të merret me interesin publik, sepse duhet të merret me interesin e klikimit dhe interesin e pronarit. I vetmi institucion që e ka për detyrë dhe që ne me vërtet besojmë se mund ta përfaqësojë këtë interes është vetëm RTSH, televizion publik, i cili do duhet të merret me çështjet e rëndësishme kombëtare të prioriteteve që ka shoqëria shqiptare. Ne këtë mundësi nuk e kemi, dhe RTSH për fat keq, ata gazetarë që punojnë atje janë absolutisht shumë të lafë, por janë të friksuar apo janë të intimiduar dhe nuk e rrinë dot të nxjerrin potencialin e tyre. Ndërkohë që do duhet pikërisht thonin që çfarë janë këto modele që prodhojnë media private, nuk këto janë qesharake, këto janë modele që demaskohen shumë kollaj, por që ti demaskosh duhet të prodhosh një model alternativ. Dhe unë e shoh RTSH në një ngulfatje, e shoh një tërheqje totale, që shikon debatet kryesore të SHS është gjëkundi, shikon për aktualitetin RTSH nuk është gjëkundi, shikon në ku ta diun emisionet rekreacione apo zbavitjes ku ta diun nuk është gjëkundi, është bërë një përpjekje me një telefilm suksesshëm apo me festivalin kombëtar ku ta diun që sigurisht janë modele të lavdërueshme, por shumë pak për RTSH. Vjen ndeshja kombëtare, shikon që e gllaberon një televizion privat atje dhe i platform dhe mos ta shohë RTSH apo aty thjesht duhet kalosh në grevë, bllokosh komplet transmetimin, por si ma merrti mua transmetimin e kombëtarës. Në arsye pse ekziston RTSH-ja në koncept është për të dhënë kombëtarën, për të dhënë interesin kombëtar. Dhe kombëtarët nuk del në RTSH. Që këtu ka një problem, ka një kontradikt shumë të madhe dhe kjo e diskrediton RTSH-n. Dhe unë sigurisht nuk jam dakord me ata punojës, me ata drejtues të nderuar që janë atje,
të cilat rrinë heshtur dhe nuk kuptojnë që ta zonë, unë jam pedagog universiteti dhe nëse ndodh një gjë me universitetin, nuk mund të them unë ta shoh universitetin diçka në distancë. Unë jam punojës universiteti, unë do të reagoj. Dhe ata duhet të reagojnë për atë gjë që ndodh atje. Cili model europian? Po, më falë, cili model europian i transmetuesit publik do t'i përshtatej më shumë realitetit shqiptar? Të gjitha modelet europiane, të gjitha i përshtaten, që lidhje ka. Të gjitha, i ke modelet gati, ke modeli italian që i kemi shumë afër, sigurisht është modeli grek, është modeli francez, është modeli gjerman, sigurisht modelet europiane, sepse unë kam parë që modelin amerikan, më është bërë një studim para ca kohë, më shumë për këshëri personale. Modeli amerikan është çik më i komplikuar, sepse ata punojnë me donacione korporatash, punojnë me edhe me investime që vijnë nga biznese lokale, është pak më i ngatruar, sepse në Shtetet Bashkuara sigurisht prezenca e shtetit nuk është koncepti i shtetit që ka në Europë. Koncepti i shtetit në Amerikë është më shumë federalist, është më shumë i lokalizuar. Dhe nuk është shteti centralizuar, koncepti centralizuar, një interesi publik i cili po themon agregohet në një mendje gati metafizike. Nuk e ka Amerika këtë gjë. Unë mendoj që modeli shqiptar do të ishte një model i kombinuar mes pozicionit dhe rolit fuqishëm të shtetit, por edhe të bizneseve, edhe të pushtetit lokal, edhe të mediave lokale, edhe gjithashtu, mendoj unë duhet jetë një kombinim i gjitha këtyre energjive që sot me qëra fjala duket kështu sikur e themi për të mbushur hapësirën, por sot rrëtëshoja për shpërndarje sinjali, për arritje të audiencës, për televizione lokale, është televizioni më i pajisur në këtë sens. Pra infrastruktura gjithçka është gati. Sigurisht mungojnë studiet e prodhimit, mungojnë projektet e veçanta, mungojnë strategji për programacion për të rinjtë, mungojnë. Por infrastrukturën e ka, një pjesë njerëzve i ka, mbi gjithat të kërkojmë një herë të menaxhojmë mirë ato lekë që merr. Ato lekë që ka duhet i menaxhojë mirë, tregoj që është një institucion minimalisht i përgjegjshëm. Pastaj sa i talentuar dhe sa i lëshuar është, le ta shohim me kalimin e kohës. Por një tregoj që është i përgjegjshëm, është transparent dhe po ju them vetëm me këto dy cilësi, si përgjegjësi dhe si transparencë, më po them që i shkatron televizionet private. E keni idenë sa kohë shkatron televizionet private në Shqipëri apo jo? Mjafton një 6 mujor, një punë serioze në RTS, televizionet private marrin fund. Dhe një pyetje të fundit, jemi vetëm në 1 minutë kohë, zoti Qipa, dua t'ua u bëj juve këtë pyetje. Kush do të marrë përgjegjësi politike dhe institucionale për dështimet e RTS-s ndër vite? Normalisht shumica qeverise dhe pastaj në mënyrë specifike Komisioni Parlamentar i Medias dhe Informimit dhe mandej pastaj kuptohet Këshilli Drejtues i cili është zgjedhur në bazë të një mandati të kufizuar. E kuptoj. Faleminderit zoti Qipa, faleminderit profesor Goci që ishit me ne, falenderoj edhe Blerianën që ishte në pjesën e parë në këtë diskutim. Ne do të shkojmë në reklama, kthehemi në studio për të diskutuar për gati 20-25 minuta rreth pjesëmarrjes së Shqipërisë në bordin e paqes për indërtimin e Gazës vetëm pas pak.